Përshëndetje të nderuar dhe shikues, mirë se erdhët në jashtë kontrollit. Jemi sërish së bashku si çdo të hënë të martë të njëjtë dhe të premte ku fokus kemi në aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik. Të premteve mbetemi tek gjeopolitika dhe kam të ftuar si gjithmonë mikun e emisionit Dritan Goxha. Dritan, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën. Dritan, pak a shumë ndodhi në fakt ajo që ti parajmërove, por ajo që bën përshtypje është që për herë të parë është Irani që sulmon i pari. Jemi mësuar që Irani vetëm të reagonte ndaj sulmeve të shteteve, sulmeve të Izraelit apo Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kësaj here ka patur një sulm me raketa balistike drejt bazës amerikane në Jordani. Thash, ajo që është e reja, se nuk është i ri fakti që është goditur një bazë, por është Irani që merr atë iniciativën ushtarake të goditjes. Në aspektin e kësaj goditje, pra kemi të bëjmë me një zhvendosje strategjike në këto momente të jo të luftës, por zhvendosje strategjike të vendimmarrjes. Pra aktualisht Irani po do të tregoj që është Irani që e kontrollon situatën më dhe jo Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra me këtë goditje parandaluese ose preemptive strike. Po do të tregoj disa gjëra. E para do të tregoj që situatën këtu në Gjirin e Persike e kontrollon Irani dhe se kontrollon më Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, ky është mesazhi i parë. Është mesazhi i parë që ka të bëjë me shkallën e përshkallëzimit. Pra deri tash ishin Shtetet Bashkuara të Amerikës ato të cilin e posedonin shkallën e përshkallëzimit. Pra ato godisnin shumë, godisnin pak, vendosin kur ndalonin goditjen dhe ndalonte edhe Irani. Ndërsa tashmë kjo shkallë përshkallëzimi ka kaluar, Irani po do të tregoj që shkalla e përshkallëzimit ka kaluar nën kontrollin e Iranit. Pra janë ata të cilët vendosin të godasin përpara, janë ata të vendosin të godasin se si dhe të provokojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës që ta fusin në një luftë të tillë, pra ose si ajo e Ramazanit, ose në këto goditje të vazhdueshme që ta mbajnë gjatë gjithë kohës të angazhuar. Në këtë aspekt. Për arsye, pse po e bëjnë sot këtë tashmë iranianët? Shtetet Bashkuara të Amerikës për 35 vjet, jo vetëm në lindjen e mesme, por kudo tjetër kanë pasur 4 pika kryesore të doktrinës tyre ushtarake, e cila i ka mbajtur në këto 35 vjetet e fundit. E para në bazat avancuara, pra. Doktrina ushtarake amerikane është bazuar mbi bazat e avancuara. Këto bazat avancuara janë gjitha këto bazat e shpërndara në lindjen e mesme, bazat e shpërndara pothuajse në gjithë botën, pra 800 ca baza. Po. Është bazuar mbi superiorin ajror, mbi doktrinën ajrore së Bashkuara të Amerikës që gjithçka e mbulon nga ajri, pra me goditje nga ajri, superioriteti ajror i saj. Dhe ky superioritet ajror është bazuar mbi goditje të precize, të cilat kanë pasur aviacioni amerikan bazuar mbi raketat precize që përdorin këtë avion, dhe e katërta është fitoria e shpejtë. Pra, duke bërë një goditje të aviacionit masive me aviacion, me goditje precize në për objektiva të caktuar, kjo sjell një fitore të shpejtë. Po gjithashtu është bazuar mbi këto baza të shpërndara, mbi këto baza të avancuar. Pra këto janë 4 bazat, 4 pikat kryesore të strategjisë amerikane në këto 35 vitet e fundit. Dhe këto 4 pika tashmë u përballën në Iran dhe treguan që nuk janë më aktuale, pra dështuan. E qartë. Pikërisht, pra tregon që kjo bazat e avancuara, avionët precizioni dhe fitoria e shpejtë. Pra këto të katërta dështuan. Pra treguan që kjo doktrinë e këtyre 35 viteve nuk është më efektive për këtë luftë moderne. Pra duhet një doktrinë e re. Jemi në kuadër të një pikërisht, pra të një dështimi doktrinal të forcave të ushtrisë amerikane. Dhe kur themi dështimi doktrinal, ky dështim doktrinal normalisht që bazohet, ky doktrinë ka të bëjë edhe me NATO-n. E qartë. Pra, e gjitha kjo që ka ndodhur. Për këtë arsye ata kanë bërë dhe këtu kemi një përplasje të madhe, sepse nuk bëhet llaf që kjo doktrinë, pra vetëm Irani si shtet ta sulmojë këtë doktrinë. Normalisht që çështjet doktrinale sulmohen nga fuqi të mëdha siç është Rusia dhe Kina. Pra Irani në këtë moment është proksi i Rusisë dhe Kinës për të sfumuar doktrinën ushtarake amerikane 35 vjeçare. Të cilën realisht e ka sfumuar dhe e ka dobësuar dhe ka nxjerrë të pa efektshme në këtë luftë me Iranin. Këtë lloj doktrine, të bazuar mbi këto pika. Dhe në të njëjtën kohë, çfarë kemi? Kur Irani sulmon me goditje parandaluese, pra preemptive, në të njëjtën kohë Rusia ç'a bën? Shton aktivitetin e saj sulmues në Ukrainë, godet Odesën dhe bllokon gjithë detin e Zi dhe hyrjen në Odesa. Në të njëjtën kohë, Kina nuk sulmon me armë, po sulmon ekonomikisht. Pra, rrit kërkesën për nevoja nafte, edhe pse nuk kanë nevojë, pra për këtë naftë të shtuar. Por ndërkohë, dhe njëkohësisht blen edhe flori me shumicë. Gjë që blerja e florit me shumicë sa bën, sjell dobësimin total të dollarit dhe dobësimin e bondeve amerikane. Po.
por njëkohësisht është çuar edhe 400 nga këto. Është bërë një marrëveshje për të vajtur ato 400 copë, nuk është se 400 copë do të bëjnë një ndryshim të madh, po simbolika e mbështetjes kineze për Iranin vazhdon të rritet. Pikërisht. Prandaj këtu tregon që kemi një, pra në të njëjtën kohë që janë këto tre lëvizje të këtyre tre vendeve, pra do thotë që kemi një sinkronizim midis tyre të trejave për të dobësuar totalisht Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe hegemoninë e tyre në rajon, por edhe në glob. Edhe në glob. Absolutisht edhe në glob. Pra janë të ndërlidhura të gjitha, mos mendojmë që nuk janë të ndërlidhura. Të gjitha. Dhe qartë. Ajo që bën përshtypje Dritan është kjo që realisht preemptive strikes jemi mësuar t'i dëgjojmë nga Izraeli. Jo, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë përdorur preemptive strike, edhe rusët kanë përdorur preemptive strike, pra goditje parandaluese. Normalisht kemi të bëjmë, nëse marrim para disa ditësh, Garda Revolucionare bëri një deklaratë që thanë neve do të ndërmarrim edhe veprime ushtarake aty kur do ta shohim të arsyeshme se veprimet ndaj vendeve që do të marrim, pra ato vende janë duke u përgatitur për veprime të cilat do të cënojnë sigurinë tonë. Po. Pra në këtë aspekt kemi edhe një deklaratë, kjo është e pasur që tregon qartësisht që goditja në bazën në Jordani tregon që këto bazat amerikane po mbajnë nën monitorim 24 orë. Dhe normalisht që mund të ketë pasur ndonjë grumullim forcash ose në lëvizje ose në përgatitje për goditje ndaj Iranit dhe Irani ka goditur më përpara. Në kuadër të atij operacionit që ti paremrove të martën. Kemi gjë. Tashmë Trumpi është bërë një indikator i goditjeve. Pra në rast se do të kuptoni se a kanë pasur apo s'kan pasur rezultat goditjet e Iranit, mjafton të shihni reagimin e Trumpit pas çdo lloji goditje. Dhe reagimi i Trumpit pas kësaj goditje tregoi që ishte një indikator që tregoi që goditja ka pasur efekt. E para Trumpi deklaroi që vetëm 7 minuta kohë kishin për të reaguar. Pra, do të thotë që nga Irani në Jordani, raketa do 20 minuta të shkojë. Pra do të thotë që Irani nga fillimi i luftës me 28 shkurtë deri më sot ka arritur të çmontojë në mënyrë të suksesshme të gjithë radarët me rrezet gjatë veprimi dhe radarët me rrezet mesme veprimi. Dhe aktualisht kanë mbetur me radarët me rrezet të shkurtë veprimi që i përkasin baterive kundërajrore që vendosen në afërsitë baterive kundërajrore. Që ka me 7 minuta. Pikërisht. Dhe arrin ta kapësh me 7 minuta, po 7 minuta ti s'ke kohë reagimi. Pra, e para tregoi që iranianët e pas kanë arritur një sukses. Dhe e dyta, tregoi që neve do të hakmerremi për këtë. Pra, mënyra se si reagoi, tregon që ka qenë suksesshme goditja iraniane. Bëri një kundërpërgjigje. Pra, ka qenë suksesshme. Ajo kundërpërgjigje ishte vetëm nuk është kundërpërgjigja primar, pra është thjesht një kundërpërgjigje për momentin, por unë mendoj që kundërpërgjigja do të vijë më vonë, pra që do të jetë më organizuar dhe më përqendruar. Dritan, herën e fundit ti pak a shumë e paremrove këtë, thej që amerikanët e kërkuan këtë 10 ditëshin e armëpushimit sepse i duhet që nëpër bazat amerikane të sjellin dhe të sjellin trupa apo të alokojnë edhe le të themi mjetet që të përdoren për operacionin. Çka Irani nuk do ta lejonte dhe jemi në këtë kontekst. Ajo që unë dua të kuptoj është tani më që kemi hyrë në këtë fazë, a mendon se do të zhvillohet sërish ky operacion sa kohë që Irani thash qëndron i vëmendshëm ndaj çdo përpjekje për ta rrethuar, le të themi. Unë mendoj që do të zhvillohet operacioni, por Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të detyruara ta zhvillojnë një operacion të tillë, pra një goditje të tillë për arsye edhe të ankmarrjes, për arsye edhe të krenarisë perandorake, cilën kanë. Pra patjetër që do ta realizojnë këtë operacion. Po si do t'ja bëjmë në një kohë kur thash Irani është i vëmendshëm dhe nuk po lejon atë pavarësisht vëmendjes së Iranit, unë mendoj që do të arrihet një goditje. Pra ndoshta nuk do të jetë në shkallën e projektuar si më parë ose në shkallën e 28 shkurtit, po një goditje e përqendruar nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Iranit do të jetë dhe do të vijë. Dritan, ndërkohë Netanyahu në Washington si e pe si vizitë 90 minuta. Vajtja e Netanyahu në Washington ishte një vizitë, pra një pritje kordiale për Netanyahun. Netanyahu tashmë po përdoret si nga lobi izraelit, po edhe nga shteti i Izraelit si një kurban, pra është personi i cili duhet të paguajë gjithë koston e asaj çfarë Izraeli ka bërë deri më sot. Duke qenë se lobi izraelit në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ndërhyrja izraelite në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka rënë totalisht, pra në një nivele shumë të ulta nga ajo çfarë mendoj se ishte më për shkak të veprimeve ushtarake të bëra nga shteti i Izraelit me direktiva të Netanyahut.
duke qenë se nuk u arrit asnjë nga objektivat. Pra, objektivat ata që kishin vënë për të arritur nuk i arritën dot, për arsye të ndryshme, tashmë normalisht që për mbijetesën e shtetit të Izraelit është e nevojshme që dikush të bëhet kurban. Dhe ky kurbani për këtë mbijetesë të shtetit të Izraelit, por edhe për mbijetesë të lobit izraelit në Shtetin e Bashkuar të Amerikës, do ta paguajnë Benjamin Netanyahu. Kurban politik. Absolutisht që është kurban politik. Pra, në këtë aspekt e ka. Dhe në tetor ka zgjedhjet, të cilat qartësisht po duket që do t'ju mbasi për arsye se për herë të parë në Izrael gjithë partitë opozitare janë bërë bashkë, dhe kjo normalisht një matematikë thjeshtë që votat i ka të humbura, pra do të humbasi dhe normalisht me humbjen e votave do të shkojë edhe në burg për arsye se do ta dënojnë për 1, 2, 3 shishe whisky që ka marrë diçka tjetër. Izraeli është një vend i cili e ka shumë për dëshirë t'i fusi udhëheqësit politik në burg, pra ka ndodhur edhe më parë, ka futur president në burg që kanë qenë detyrë, pra e ka bërë këtë, nuk është se s'e ka bërë. Pra e luan këtë kartën e vet pastrimit politik e ka luajtur gjithnjë nëpërmjet një gjyqësori deri diku të kontrolluar politikisht, por deri diku edhe të lirshëm. Gjithsesi gjykata ndërkombëtare Dritan ato gjykatën pavarësisht se ato që ndodhin, pra ajo është me ndikim të Shtetit Bashkuar të Amerikës, gjykatësi i cili u largua dhe dha dorëheqjen, pra janë ndikimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës për nevojat e veta më shumë se për nevojat e Izraelit, për atë çfarë nesër mund të vinë kërkesa nga vende të ndryshme, pra Irani ose diçka tjetër mund të drejtohet gjykatës ndërkombëtare për goditjet që ka bërë ushtria amerikane në Iran, si rasti i shkollës në Minaba ose diçka tjera, dhe për këtë arsye normalisht që i duhet të ushtrojë presionin e nevojshëm tashti që kjo gjykatë të mos marrë parasysh këto kërkesa që mund të vinë nesër. Në rast pra, nuk ka të bëjë vetëm po shfrytëzohet rasti Netanyahu për nevojat e veta dhe jo për t'i bërë nder Netanyahu. Netanyahu tashmë është një kurban, pavarësisht se u prit 90 minuta, do të kemi një parasysh që Netanyahu dhe Zelenski u pritën të dy në një ditë, njëri pas tjetrit, dhe Trumpi kur doli pra për të parë a ishte i vlefshëm Netanyahu, pra arriti sukses Netanyahu në Washington apo jo, mjafton të shohësh deklaratën e Trumpit i cili e mbylli me një fjali që nuk i ndau takimet midis Trumpit dhe Zelenskit, por dha vetëm një deklaratë midis Netanyahu dhe Zelenskit, por dha vetëm një deklaratë në fund fare që të dyja ishin takime të suksesshme. Pra kaq e mbylli. Pra nuk i ndau që të jepte për secilën diçka të veçantë, por i mbylli të dyja me një fjali, dhe në momentin që presidenti i Amerikës i mbyll të dyja me një fjali, domethënë duket sikur ka takuar dy vende të botës tretë. Dhe dy aleat. Po, a mendon se kanë rënë dakord për këtë operacionin që folëm? Jo, nuk mendoj që kanë rënë dakord për operacionin që folëm, pra pavarësisht se Netanyahu në një favor duke qenë se tashmë edhe mund ta dëmtoj lufta me Iranin, po edhe mund ta mbajë atë në pushtet lufta me Iranin, dhe nga ana e kalkulimit të tij politik matematikor, lufta me Iranin mund ta rimbajë atë, mund t'i japë atij më shumë mundësi që të qëndrojnë pushtet se sa të humbasë pushtetin, pra është duke lozur një lloj bixhozi me veten e vet dhe me të ardhmen e tij, po fundja fundit këtu ai loz vetëm për të fituar sepse humbjen e ka gjithnjë në xhep. Pra në këtë aspekt. Prandaj mundohet ta fusë Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë luftë, të cilën unë mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të futen, për arsye se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vazhduar edhe më pas bisedimet dje, ka pasur bisedime me Hamasin dhe një pjesë e krahut politik të Hamasit, jo gjithë, një pjesë e krahut politik të Hamasit ka rënë në një dakordsi për të dorëzuar armët. Po një pjesë e krahut politik, jo gjithë krahu politik. Pra kjo do të thotë që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vazhduar takimet me zyrtarët e Hamasit, ato takimet sekrete që ata bëjnë, jo në varësi të Izraelit, pra të shkëputur totalisht nga Izraeli. Dhe kjo është sukses i Shtetit Bashkuar të Amerikës nëse arrihet dhe në këtë moment bie poshtë gjithë lufta 2 vjeçare e Izraelit ndaj ky genocidi 2 vjeçar ndaj Gazës, sepse mund të arrijë edhe me një ndërhyrje të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra siç u arrit tashti, në rast se edhe pjesa tjetër politike e Hamasit e pranon këtë dhe edhe në rast se krahu ushtarak e pranon këtë. Pra jemi në këto pika dhe kjo nuk e favorizon Netanyahu për këtë arsye, në rast se kjo arrihet dhe bëhet publike, pra nesër Hamasi del me një deklaratë publike që mund ta pranojë këtë rast, atëherë kjo e rënon totalisht dhe për ta mbajtur, pikërisht për ta mbajtur Netanyahu në pushtet, atëherë duhet patjetër kjo luftë. Dritan, para se të kalojmë tek takimi i Zelenskit në Washington, ky sulmi ndaj një anije amerikane në Egjipt, çfarë ishte? Se pati jehon të madhe, kur e mendon që 3-4 ditë më parë ishte goditur një anije iraniane në detin Kaspik. Nuk ka të bëjë me çështjen e goditjes anijes iraniane, ka të bëjë me atë që unë e konsideroj si false flag operation, pra një operacion fals i bërë. Operacioni për mendimin tim është bërë nga Mossadi izraelit, por ka treguar një gjë që Mossadi izraelit aktualisht vazhdon të mbetet shërbimi sekret më operacional dhe më efektiv në botë për momentin. Për arsye, pse e them këtë arsye?
3 ditë përpara se të ndodhte kjo goditje në portin e Diamanit në Egjipt. Media izraelite, media shtetërore iraniane nxjerr një hartë të IRGC-s e cila përcaktonte disa objektiva, disa 20-30 objektiva energjetik në të gjithë Evropën dhe në gjithë lindjen e mesme. Dhe një nga këto objektiva ishte edhe ky port. Pra një pikë, në këto 30 ishte edhe ky port. Dhe kjo tregon që izraelitët janë shumë të vëmendshëm në monitorim 24 orë të çfarë do gjë që nxjerr që del nga Irani. Dhe ju desh vetëm 3 ditë për të organizuar një operacion të tillë, për të goditur me një dron. Një dron që në fakt nuk e ka marrë ende një përgjegjës, nuk ka dalë ende, le të themi se Irani do dali një grup, do ta sajon një grup, do ta nxjerrin, atje grupet janë pafund, pra sajojnë grupe për ditë, nuk është rëndësia e emrit. Okej. Rëndësia ka që Egjipti deklaroi qartësisht që nuk ka asnjë dyshim që kjo të ketë ardhur nga Irani, pra. Shërbimet sekrete egjiptiane deklaruan që nuk kemi deklaruar asnjëherë që kjo të ketë ardhur nga Irani. Prandaj them që është fast flag operation e bërë nga Izraeli me qëllim për 2 arsye. Pra, e para të prishë marrëdhënie midis Iranit dhe Izraelit, midis Iranit dhe Egjiptit, cilat marrëdhënie kanë vazhduar të jenë deri diku jo bilaterale, po deri diku miqësore, pra ka pasur sa takime, pavarësisht më parë s'ka pasur, dhe duhet ta detyrojë Egjiptin që t'i bashkangjitet një koalicioni që po do të bëjë Arabia Saudite për të sulmuar Huthët dhe për të liruar Bab el Mandetin. Arabia Saudite ka bërë thirrje për një koalicion me 50 shtete. Dhe në këtë koalicion ka bërë thirrje edhe Egjiptit që të marrë pjesë, edhe Turqisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës e refuzuan pjesëmarrjen në këtë koalicion. E refuzuan? Po. Për arsye se nuk mund të marrin pjesë në këtë koalicion për të sulmuar Huthët sepse i duhet të shpërndajnë forcat. Pra të heqin forca nga që kanë atje rreth Iranit dhe t'i sjellin këtu. Pra atëherë bie që të dobësohet fuqia amerikane në raport me Iranin në këtë operacion ndaj Iranit. Po. Pra në këtë arsye, për arsye operacionale ata e refuzuan pjesëmarrjen. Turqia akoma nuk ka kthyer përgjigje. Egjipti akoma nuk ka kthyer përgjigje. Normalisht që në Turqi izraelitët nuk mund të bëjnë një fast flag operation të tillë sepse ju krijon probleme me Turqinë. Atëherë bëjnë Egjipt, në mënyrë që Egjipti të bashkangjitet Arabi Saudite në këtë luftë. Arabi Saudite janë bashkangjitur edhe shumë vende, si në këtë është bashkangjitur Jordania, Libani, po janë vende të cilat nuk kanë flotë detare, është bashkangjitur Katari, Bahreini. Pra, shumica e këtyre vendeve, Djibouti, është bashkangjitur Djibouti, është bashkangjitur Sudani, pra janë vende të cilat nuk posedojnë flotë detare dhe do mund t'i vinë ndihmë Arabi Saudite nesër për të liruar Bab el Mandetin, të cilin tashmë Huthët po thonë që edhe neve duam të vendosim te Bab el Mandeti një taks për kalimi, pra edhe ata do vendosin taks kalimi, toll, të cilin gjitha vendet e paguajnë në ngushtinë e Hormuzit me përjashtim të Kinës. Pra dje Irani deklaroi që Kina nuk paguan, që vetëm vend që s'paguan më toll në ngushtinë e Hormuzit. Po, e qartë. Kështu që po bëhet një koalicion britan është kjo dhe për këtë arsye mendoj që është fast flag operation i pastër. Por ama si thash, këtë tregon një operacionalitet shumë të lartë, një shërbimi sekret i cili brenda 3 ditëve arrin të organizojë një operacion të tillë, një fast flag operation të tillë, i cili mund të dojë për një shërbim tjetër të thjeshtë, një vend tjetër mund të dojë 6 muaj, këta e organizojnë për 3 ditë. Pra kjo është për ta pasur zili mënyrën e organizimit operacional të këtij shërbimi. Ndërkohë, Dritan, Zelenski ka takuar presidentin Trump dhe mediat raportojnë që është rënë dakord për të marrë që Shtetet Bashkuara të Amerikës të japin licencën e ndërtimit të raketave Patriot. Si e vlerëson këtë moment në raport me luftën me Rusinë? Është një vendimarrje politike e cila i shërben Zelenskit dhe i shërben edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk ishte diçka që nuk do të ndodhte, për arsye se edhe në takimin e Ankaras të NATO-s, Trump i pyetur nga gazetarët për çështjet të raketave Patriot ndaj Ukrainës, tha që mund edhe t'ja japim licencën. Pra, në Ankara tha mund edhe t'ja japim, pra, e lata hapur rrugën që do t'ja jepte këtë licencë. Po dhënia e kësaj licence nuk ka asnjë, nuk ndryshon rrjedhën e luftës, nuk ndryshon as pak në çështjet operacionale në Ukrainë. Pse nuk ndryshon? Atëherë, jemi shumë gjatë. Për të prodhuar një licencë Patriot, pra për të prodhuar një raket Patriot, aktualisht një raket Patriot Pak 3, që prodhohet sot në Shtetet Bashkuara të Amerikës, merr 2 vjet për të prodhuar. Një raket 2 vjet. 2 vjet për të prodhuar. Dhe bëhet llaf për një vend, Shtetet Bashkuara të Amerikës, cila nuk është nën kërcënimin konstant të bombardimeve,
nuk është në kërcënimin konstant të ndërprerjes së furnizimit ose të mosarritjes së pjesëve kyçe për ndërtimin e një rakete, pra është një vend normal i paqë dhe i duhen 2 vjet. Me linja të qarta ndërtimi, me fabrika të qarta ndërtimi. Bëhet llaf tashmë që kjo licencë do të jepet Ukrainës dhe Ukraina do fillojë të ndërtojë këto raketa Patriot, ndërkohë që në Ukrainë çfarëdo lloj fabrike, uzine që ka të bëjë me prodhimin utari ushtarake, goditet në mënyrë të pamëshirshme dhe të vazhdueshme nga Rusia. Kemi rastin e dronëve Bayraktar. Në 2023-shin, Turqia bëri një marrëveshje me Ukrainën për ndërtimin e dronëve Bayraktar në Ukrainë. U ndërtua fabrika dhe në 2025, nëse mbani mend, fabrika e dronëve Bayraktar që sapo kishte mbaruar së ndërtuari u godit disa herë nga Rusia. Dhe tashmë ata dronë nuk prodhohen më askund. Pra, e njëjta gjë do ndodhi. Kjo është e para. E dyta ka të bëjë me çështjen e komponentëve të cilët përdoren në këtë raketë. Pra, është një komponent kryesor. Komponenti që vendoset është komponenti që i vendoset te koka e raketës dhe që e ndjek raketën tjetër nëpërmjet nxehtësisë. Pra, është komponenti ndjekës i nxehtësisë. Këtë komponent e prodhon vetëm Boeing në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe Boeing ka deklaruar që këtë komponent, licencën e prodhimit të këtij komponenti nuk ja jep asnjë vendi, sepse raketa Patriot, licencë për prodhimin e raketave Patriot ka edhe Gjermania. Dhe Gjermania e ka kërkuar këtë nga Boeing që ta marrë këtë, dhe është komponenti kryesor i raketës. Dhe Boeing ka deklaruar që ne nuk e japim këtë. Pra, ti mund ta prodhosh pjesë të raketës, por kokën e raketës, pra trurin e raketës, është truri i raketës ajo. Trurin e raketës ti do ta presësh ta marrësh nga Boeing. Pra ti do prodhosh raketa, ti mund t'i prodhosh 100 raketa. Por ama të duhen pak këto 100 koka, pak këto 100 tru, raketa është e pavlefshme në atë moment. Dhe tashmë ti për këto 100 cop do t'i bësh kërkesë Boeing dhe Boeing ty do ta japi sipas radhës që ka, sepse normalisht raketa Patriot ka kërkesa tjera. Pra sa ti jetin radhë. Imagjinoni, Gjermania ka filluar prodhimin e këtyre raketave dhe ka deklaruar që raketat e para Patriot që do të hyjnë në funksionim të prodhuara në Gjermani me gjithë komponentët, pra edhe me komponentët e nevojshme që do merren nga Boeing, do të jenë në funksionim në fund të vitit 2027. Dhe ka filluar në 2025 në prodhimin e tyre. Ka marrë licencën. Dhe do të kemi parasysh që Gjermania, ashtu si Amerika, është një vend i cili nuk rrezikohet nga Rusia, nuk ka bombardime të përditshme, ka linja prodhimi të sakta dhe të vazhdojnë normalisht, furnizimi vazhdon, energjia vazhdon, pra gjithçka është në rregull. Kurse Ukraina nuk i ka këto. Pra, dhe pse them që është politike sepse i duhet e para, i duhet Evropës të tregoj se shive ne arritëm të sukses, pra mbështetëm Ukrainën dhe Amerika ja dha këtë në mënyrë që tashmë Evropa ka ecur në këto nga 2022 dhe 2026, gjithnjë ka përdorur këtë zgjidhjet magjike. Pra, njëherë do japim tanke si zgjidhje magjike, njëherë japim avionët si zgjidhje magjike, njëherë japim raketa me rrezë të largët veprimi si zgjidhje magjike të luftës. Asnjëra nga këto zgjidhje magjike nuk funksionon, pra nuk ka shkop magjik për luftën. Dhe tashmë po përdoret licenca Patriot si një shkop tjetër magjik për luftën për të mbajtur ngritur thjesht propagandën e luftës që ka nevojë. Zelenskit i duhet kjo licencë për ta paraqitur para popullit të tij që shiko, neve Amerika na mbështet, ne morëm të licencë do prodhojmë patriotët që nuk i dihet se kur do prodhohen, por që ama do na mbrojnë dhe do rrisim kapacitetet tona të mbrojtjes ajrore dhe kundërajrore, gjë që pas 2-3 vjetësh ndoshta mund të arrijë këto. Po pas 2-3 vjetësh Ukraina nuk është më. Dhe Trumpit, përse Trumpit është politikisht edhe për Trumpin i duhet kjo? I duhet për ta hequr qafe Ukrainën. Pra, deri më sot Ukraina 1-2 kërkonte raketa Patriot në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe këto raketa Patriot jepeshin nëpërmjet Gjermanisë, nëpërmjet një vendi tjetër që kishte sisteme Patriot, që ja blente Amerikës dhe ja shiste, ja jepte Ukrainës. Dhe Ukraina i kërkonte direkt. Atëherë çfarë bëri? Trumpi bëri një zgjidhje shumë të thjeshtë dhe shumë të zgjuar. Unë t'jap këtë licencën të cila nuk të vlen asgjë, po ama ata që të kam hequr qafe, prodhoj vet. Pra s'kem nevojë pse të trokash mua nder dua raketa. Ja ku e ke licencën prodhoj. Po ama ti për të prodhuar do raketa ti nuk e ke të plot atë. Pra është punë e asaj lejes ndërtimit që japin bashkitë në rubrikën e Shqipërisë. Ta japi një leje ndërtimi, po pastaj ti duhet shkosh marr lejen e shfrytëzimit, duhet marrësh licencën nga OSHE-ja, licencën te UKT-ja, licencën dhe gjitha këto licencat pastaj ti duhet të marrësh kohën me tyre vetë. Mos të kesh. Pra, të gjitha këto marrin kohën e tyre, harxhimin e tyre, intensitetin e tyre, paranë që kërkojnë secilën, pra, dhe në fund fare ti në vend gëzohesh se e morë lejen për ndërtimin e shtëpisë dhe mendon që për 6 muaj që është leja ti do ta ndërtosh shtëpinë, ndërkohë ti ke 6 vjet se ke ndërtuar shtëpisë, s'ke marrë lejet e tjera. E njëjta gjë është edhe kjo punë e licencës që është dhënë. Pra merr këtë licencë dhe mu hiq qafe dhe pastaj u vazhdoi. Në kuptimin gjeostrategjik nuk tregon kjo një zhvendosje të
të raportit Shtetet Bashkuara me Ukrainën? Jo, nuk ka sepse me Trumpin ka qenë gjithmonë ajo ideja që Trump ka qenë i ftohtë në raport me Ukrainën. Ndërkohë nuk tregon një sinjal afrimi. Jo, nuk ka asnjë sinjal afrimi. Për mendimin tim kjo është sinjali i largimit total. Pra tashmë ti skep se vjen më te una, se deri tashim ke lodhur duke më trokitur nder. Ke kërkuar prej këtij momenti unë s'kam nevojë, pra s'ke nevojë të vish më se ja ku e ke licencën bëj çfarë duash, pra. Afrimitet do ishte në rast se unë në Shtetet Bashkuara të Amerikës krijoj një linjë prodhimi vetëm për ty. Pra në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës do merrni për vendosje e madhe. Absolutisht, krijimin e një linje prodhimi patriotë vetëm për nevojat e Ukrainës, atëherë këtu do kishim një zhvendosje, një afrimitet dhe atëherë mund të theshim që po kjo nesër, pas 6 muajsh ose pas një viti do ndikojë realisht në luftën. Por duke i dhënë licencën ti e qafe. Dritan, kanë bërë buj disa pamje dhe kjo është jashtë zhvillimit luftës, po në një farë mënyrë është edhe një lloj lufte, po në formë tjetër. Në Spanjë kanë bërë buj, domethënë zbarkimi i mira marokenëve dhe ja ku i kemi edhe pamjet në brigjet e Spanjës. Kjo ka sjell një situatë shumë të vështirë për Spanjën, ndërkohë që Spanja dihet në pozicionin e saj në raport me shumë qëndrime sot të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si vlerëson këto zhvillime? Duhet të jemi një gjë të qartë. Pavarësisht se ky është territor spanjoll, bëhet llap për territorin spanjoll në Marok. Pra nuk bëhet llap në Evropë. Ky territor për cilin po flasim është në Melilla dhe në Ceuta. Janë dy qytete që i përkisin dikur Marokut, por që Spanja i ka mbajtur të pushtuar dhe i ka marrë dhe i ka futur në territorin e saj. Pra nuk jemi në Evropë. Nuk jemi në Evropë. Jo, janë në Marok. Dhe kjo bëhet për disa arsye. Pra, e para këta asnjëri prej këtyre nuk do të mbërrijë nesër në Spanjë, në brigjet e Evropës, sepse duhet të kalojë absolutisht po. Pra atje është pra nuk jemi në Spanjë. Nuk jemi në Spanjë. Këtë duhet ta themi. Dhe janë dy territore të cilat i kontrollon Spanja, pra i ka pjesë të Spanjës, por që Maroku nuk ja ka njohur asnjëherë dhe i kërkon të rimarrë. Plus që Maroku ka një marrëdhënie shumë të ngushtë me Izraelin. Sidomos këto 2 vitet e fundit. Dhe Izraelit intereson të shkaktojë probleme ekonomike dhe politike kësaj qeverie spanjolle, e cila ka dalë kundër Izraelit haptazi për genocidin që Izraeli ka bërë në Gaza. E qartë. Pra, në të gjitha rastet këtu, kemi të bëjmë me një lëvizje politike për të arritur disa qëllime. Pra, qëllimi më i vogël është për të goditur politikisht dhe ekonomikisht Spanjën. Për këtë, pse politikisht? Sepse nesër Spanjë duhet të dërgojë aty forcat ushtarake, sepse me forca policore nuk e mban dot atë situatë. Po kanë filluar ato sherret në Ceuta, pa shumë disa pamje. Pikërisht, dhe nëse do shkojnë forca ushtarake, pra do të ketë përplasje. Dhe kjo përplasje kush i intereson? I intereson normalisht Izraelit për ta nxjerrë Spanjën që është e tillë, por ama duhet kemi parasysh që gjithë ky veprimtari nuk është bërë edhe pa miratimin e CIA-s amerikane. Pra përplasja me Spanjën vjen si nga Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe me Izrael. Po. Ajo dhe është bërë me miratimin e Amerikës. E gjitha kjo. Pra është një goditje politike që bëhet Spanjës. Dhe Maroku normalisht i intereson kjo goditje politike, i intereson dobësimi i forcës spanjolle në territorin e vet. I intereson rimarrja mbrapsht e këtyre territoreve. Pra ti marrin këtë sepse me luftë nuk ja merr dot Spanjës. Nuk ka kapacitetet të bëj luftë me Spanjën, se për 2 arsye. Para nuk ka kapacitete ushtarake të luftojë me Spanjën, sepse Spanja është një fuqi ushtarake, pra nuk është që s'është një fuqi ushtarake. E dyta, Spanja është anëtare e NATO-s dhe në rast se do të tentonte ta bënte këtë me forca ushtarake, automatikisht aktivizohet në NI5. Dhe Marokun se mbron dot askush. Për këtë arsye zgjidhet kjo mënyrë, kjo formë për ta dobësuar, për të detyruar, për të ngritur ndjenjën e nacionalizmit brenda në Ceuta dhe në Melilla, këto gjitha këto. Pra është një lëvizje politike e pasur duke përdorur këtë lloj forme të refugjatëve ekonomik që mësyn nga gjitha anët në këto 2 qytesa që ndodhen në Afrikë. Pra janë në brigjet e Afrikës këto, jo në brigjet e Evropës. Po jo, është te ana tjetër regjia, apo gjithsesi. Ja jemi këtu pra kur Gibraltari janë këtu ato, nuk janë këtej.
Pra këtu është kanali Gibraltarit që i nda. Këta janë në anën e këtejme të Gibraltarit. Po, janë në anën e këtejme të kanalit Gibraltarit. Okej. Pra është këtu. Këto dy qytetet ndodhen në Afrikë. Në brigjet e Afrikës, pra jo në brigjet e Evropës. Nuk kemi një pushtim të Evropës. Nuk kemi një pushtim të Evropës. Se kështu po kemi një pushtim të Evropës, kemi një pushtim të këtyre dy qyteteve për të cilat Maroku ka të paktën 40 vjet që i kërkon t'i kthehen mbrapsh. Dritan, ndërkohë besoj 10 minuta i kemi, nuk e dia do na dali koha. Do doja të flisja shumë për ecurinë e drejtanishme të protestës. Si e vlerëson në raport me disa pamje që u shfaqën dje edhe në Poliçan, ku në një bastion të majtëve, vetë majtët djegin teserat e Partisë Socialiste, këto janë pamjet. A lidhet kjo me frymën që apo dritën që po përhap edhe, le themi, sheshi përpara kryeministrisë? Pavarësisht se këto protesta si ajo e Prenjasit para disa ditësh, po edhe kjo e Librazhdit, edhe ato cilat e Poliçanit. Edhe kjo e Poliçanit, edhe ato cilat do të zhvillohen mendoj ditën e sotme me Maliaj dhe në disa qytete të tjera, cilat janë bashkitë, janë parashikuar, si bashkitë cilat do të shuhen në reformën e re territoriale, pra nuk do të ekzistojnë më si bashki. Pra pavarësisht se njerëzit ndihen të cunuar, të dhënuar në identitetin e tyre, në dinjitetin e tyre, për të jetuar në një bashki të tillë që ekzistojnë bashki me 10 dekada, pra që 80 vjet këto janë bashki. Pra që 8 dekada këto ekzistojnë si bashki të ndërtuara, pra kanë identitetin e tyre dhe sot me një të rënd të lapsit t'i e fshin këtë identitet, normalisht kjo jep të drejtën qytetarëve të reagojnë. Por ky reagim i tyre kaq i pa frikshëm ka ardhur dhe bazuar mbi protestën në Tiranë. Pra për 60 ditë protesta e ka vrarë frikën e qytetarëve për të protestuar kundër kësaj qeverie. Dhe normalisht sot qytetarët, edhe në Poliçan, edhe në Prenjas dhe në qyteza të tjera të cilat parashikohet t'ju shuhet identiteti, pra të shuhen fare, mbi një reformë territoriale të dyshimt, me standarde të dy fishta. Them me standarde të dy fishta, e cila nuk i shërben interesave kombëtare dhe shtetit shqiptar. Sepse ti e mbyll bashkinë e Poliçanit, sepse thua ka 8.000 banor. Po 8.000 banor ka edhe bashkia e Finiqit. 8.000 banor ka edhe bashkia e Dropollit. 8.000 banor ka edhe bashkia e Himarës. Pse këto bashkiti nuk i mbyll? Pra kemi dy bashki minoritare, që është Dropolli me 8.100 ca banor dhe Finiqi me 11.000 banor. Përse nuk i mbyll këto të dyja, apo mbyll këto tjerat? Pse nuk e shkrin bashkinë e Himarës? 8.000 banor ka bashkia e Himarës. Dhe t'ja bashkosh Vlorës, po e lë bashkim vete? Interesant kjo. Ndërsa që shkrin gjitha këto bashkitë e tjera me numër edhe më të madh se sa bashkia e Himarës. Ka Prenjasi ka 11.000 banor. Poliçani ka 8.600 ca banor. Me Maliaj ka më shumë banor. Pse duhet i shkrish këto? Dhe nuk shkrin komunat minoritare që kanë më pak banor? Këtë reagim ka i fortë. Ky reagim ka ardhur për shkak të protestës. Pra, të gjitha njerëz në rumblinë e Shqipërisë e ndjejnë që nuk janë të vetëm. Sepse normalisht në Poliçan një zonë izoluar mund t'i trembeshin pushtetit. Pra mund të kishte një protest, po jo në këtë mënyrë që të dignin tesrat e PS-s. Pra unë nuk e përjashtoj që do të ekzistonte një protestë sepse bëhet çast bëhet llaf për identitetin e tyre. Por forma e protestës është ajo që bazohet mbi protestën në Tiranë, pasi e shohin që populli proteston që 60 ditë në Tiranë. E qartë. Pra kjo ju ka vrarë frikën njerëzve dhe uroj t'ju amrasë më tutje dhe të vazhdojnë këto protesta. Në të gjitha ato qyteza, në gjitha ato bashki që janë parashikuar për t'u shkrirë, duhet të ngrihen dhe të protestojnë. Paralelisht me neve që protestojmë në Tiranë. Duhet të vinë edhe ata në Tiranë, të protestojnë së bashku me neve, një ditë saktuar, kur duan ata. T'ja dedikojmë një protestë, një ditë, protestën në Tiranë, t'ja dedikojmë kësaj reforme territoriale, t'ja dedikojmë këtyre bashkive. Bukur kjo. Pra kur do duan ata, le të vinë, unë mendoj që grupi koordinues do ta pranonte këto ofertë të tyre që një ditë ta caktojmë si protestë kombëtare për këtë reformë territoriale. Dhe të ftonte të gjithë këta
qytetarët të këtyre qyteteve, të këtyre bashkimeve që rrezikojnë t'ju shuash identitetin e tyre me një të rëndë lapsit, të vinë dhe të protestojmë së bashku në Tiranë, sepse kemi të njëjtin hall. Dritan, ndërkohë, ajo që bën përshtypje, dhe kjo nuk e di, vetëm një koment shkurtër, në fakt, 3-4 minuta kemi, bën përshtypje qëndrimi i kryeministit Rama, i cili vazhdon të thotë që unë nuk kam se bëj marrëveshje me ta, kjo është një protestë që i bën mirë demokracisë, por me këto kam kontratën me qytetarët shqiptarë dhe ja ku e kemi, por ata nuk janë gjendje të imponojnë asgjë. Atëherë, të kemi gjë parasysh. Protesta hyn në fazën e saj më kritike, si për protestën edhe për kryeministrin, edhe për qeverinë shqiptare. Pse hyn në fazën më kritike? Aktualisht kemi bërë 60 ditë, pra 61 ditë protestë. Dhe për 40 ditë bëjmë 100 ditë protestë. Dhe ky 40 ditë përkon me periudhën më të vështirë, pra periudha e gushtit, që është e vështirë për protestën, por ama në rast se kjo kalon, bëhet e vështirë për kryeministrin dhe qeverinë, sepse 100 ditë protestë e shkataron, e delegjitimon totalisht jo vetëm qeverinë dhe kryeministrin, por edhe forcën politike, të cilën ai përfaqëson. Dhe delegjitimimi i kësaj force politike po e shifni me tesrat që njerëzit po djegin. Ja, ajo është pra provë e qartë. Delegjitimimi i kësaj force vjen për shkak të kësaj proteste, dhe në rast se ti mbërrin 100 ditë, atëherë ky delegjitimim është totalisht i bërë. Pra si forcë politike nuk ekziston më. Dhe kryeministri nuk ka kuptuar këtë gjë, që kryeministri i Republikës së Shqipërisë nuk është përfaqësuesi atyre 800.000 vetave që kanë dhënë votë. Është kryeministër i Republikës së Shqipërisë quhet. Dhe jo është pra titulli i plot i këtij zotëriu është kryetar i Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë. Dhe Republika e Shqipërisë ka me të drejtë vote 3.200.000 banor. Dhe ky ka marrë vetëm 800.000 vota, por ama duke qenë se është kryetari i Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, është përfaqësuesi të gjithë këtyre të tjerëve që edhe nuk ja kanë dhënë votën. Pra nuk përfaqëson vetëm këta 800. Po, kjo dhe kur një kryeministër thotë, unë kam kontratë me këta 800, po unë s'kam kontratë me 2.400.000 tjerë, në këtë moment kryeministri ka deklaruar me gojën e tij që unë kam kontratë me pakicën, po jo me shumicën. Dhe kur ke kontratë me pakicën, ti s'mund të rrish më në atë vend. Pra nuk po imponojmë neve në bulevard. Por po imponohet kjo shumica që nuk ja ka dhënë votën, këtij kryeministri i cili ky po e pranon publikisht, që un kam vetëm me këta që më kanë dhënë votën. Jo zotëri, ti përfaqëson të gjithë neve në atë detyrë. Dhe në momentin që ti heq dorë së përfaqësuari shumicën, atë në atë moment ti ke delegitimuar vetveten. Pra shihni ignorancën e këtij njeriu. Ky është aq një ignorant politik sa nuk di se çfarë përfaqëson. Pra një kryeministër përfaqëson një popull. Përfaqëson të gjithë të popull. Dhe në një moment caktuar ky thotë, jo thotë, unë nuk ju përfaqësoj juve, unë përfaqësoj vetëm këta 800 që më kanë dhënë votën. Pra nga 3.200.000, 800, pra unë thotë përfaqësoj vetëm pakicën. Dhe sipas demokracisë, të cilin dëshiron të na e përmend disa herë, pakica nuk mund të qeverisë mbi shumicën. Pra shumica ajo që ty të imponohet, dhe jo pakica, pra për kryeministri po do që pakica të imponohet shumicës. Pra ky 800.000 të imponohet shumicës për 3.200.000, ndërkohë që edhe ky 800.000 nuk ekziston. Pse? Sepse siç e pat njerëzit po djegin tesrat. Pra edhe me ata 800.000, ky e ka të humbur kontratën. Jo më me ne që se kishte se ka fare. Pra kemi të bëjmë me një kryeministër i cili nuk pranon të përfaqësojë popullin, kemi të bëjmë me një kryeministër ignorant i cili nuk kupton detyrën e tij politike, dhe kemi të bëjmë me një ministër që nuk di se ku është ulur. Për këtë arsye, ky zotëri është i delegitimuar dhe delegjitimimit nuk e kemi bërë neve, vetëm e për neve në protestë. Po ky po e pranon publikisht që është një kryeministër i delegitimuar sepse thotë un kam kontratë vetëm me 800.000 veta. Pra ky e delegitimoi veten si kryeministër i Republikës së Shqipërisë dhe e bëri veten, e uli veten në un jam thjesht kryeministër thotë i këtyre 800.000 vetave. E qartë. Pra, siç thash, delegitimimi i kryeministrit është bërë dhe ky e pranon këtë publikisht. Tashmë ka filluar delegitimimi i forcës politike. Në këto 40 ditë që mbërrin 100-shin, është delegitimimi i forcës politike, që ai përfaqëson. Forcë e cila po vazhdon të delegitimohet me këto veprime që po bëjnë ata me cilët ky pretendon se ka kontratën. Dritan, të falenderoj shumë gjithësisht. Faleminderit edhe ju. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua pedagogu i Universitetit Tiranës Klejt Këlliçi. Klejt, nësi që të kam. Faleminderit Redi. Klejt, ajo lajmi më i rëndësishëm i djeshëm fakt se
protesta pothuajse është kthyer në atë rutinën dhe përditshmërinë e saj në raport me numrat dhe konsistencën që ka, por ajo që bëri përshtypje është që u zhvendos me sa duket ky një lloj revolte edhe në Poliçan. Si shikon këto pamje? Këto janë kartat Partisë Socialiste. Tesërat e famshme. Po, tesërat e Partisë Socialiste. Si po të duken këto pamje këtej? Në gjykimin tënd? Më kujtojnë një lajm të vitit 92, pak përpara zgjedhjeve, ose disa muaj përpara zgjedhjeve vitit 92, ku në përkoshat e plerave, ato pak plera që kishte, gjetën diku dhe tesërat e Partisë Punës. Dhe ai ka qenë momenti në cilin ti e kuptoje që sistemi kishte rast, sepse edhe njerëzit që cilët ishin pjesë atij nuk arrinin dot të jepnin kuptim. Kjo nuk është natyrisht e ngjashme, se jemi në kohë të ndryshme dhe natyrisht konteksti shumë i ndryshëm, por ajo që vjet re është që një majorancë kaq e madhe në mandat të tretë me idenë për të pas edhe një mandat tjetër suplementar, pra për luftën për një mandat katërt, nuk do mundte që të mos prodhonte kontradiktat brendshme. Do të ishte pa shmangshme. Sepse mënyra se si janë bërë këto vota të tregon që brenda Partisë Socialiste ka një shtrezim shumë të fortë që shkon që nga nostalgjikët e regjimit komunist deri tek ish antarët e Partisë Demokratike që futen nga dritarja në administratën publike. Lajmi para 2 ditëve, pavion trendi famshëm i blerjeve gati futbollistike të lojtarëve sa do të dobët ose të pa rëndësishëm. Ajo që dhe kjo më bën përshtypje, sepse në rast se ta lidhim këtë me procesin e reformës administrative dhe me idenë e suprimimit të disa bashkive, ku përveç Poliçanit janë lajmëruar edhe protesta të tjera, është lajmëruar një protestë në duket me Maliaj. Prenjas me Maliaj. Prenjas e kishte para disa ditësh, para se dilte harta, para se dilte propozimi. Është shumë interesante se në gjithë këtë reform po sakrifikohen bashki të cilat në statet ndryshme historike të Shqipërisë, flasi nga vitin 91 e tutje, kanë qenë pjesë solide e elektoratit dhe socialist. Bastion është. Rama është votu, Partia Socialiste është votu në Poliçan me Maliaj edhe ndonjë qytet tjetër. Poliçani është shumë simbolik, a? Para ardhësit e këtyre njerëzve, të cilët nuk e deshën rrëzimin e regjimit, të cilët e votuan së Partinë Socialiste për shkak sepse ishte ajo garanti që një pjesë asaj trashëgimie të regjimit kaluam do mbeteshe, të cilët e mbështetën Partinë Socialiste në 96-ën edhe në 97-ën, që e votuan më pas 97-ën dhe 2001-shin pikërisht për shkak të 97-ës, edhe për shkak të gogolit Berishës, dhe që në sajt e kësaj historie sot e shohin gjithë këtë historinë e madhe, këta cilësojnë si sakrificë, nuk e shohin me krenar, e shohin si krenarit mbështetur në një farë sakrifice, e shohin ti sfumoj sot. Pra gjitha trashëgimi politike, gjitha identitet që këta kanë që është ngrejt në bastionet e famshme ku ku nga njëherë kur bëhen festat e famshme të çlirimeve, duket sikur nuk ka ndryshuar asgjë nga para vitit 91, sot gjenden pa përfillur, të pa përfaqësuar, të nënvlerësuar. Dhe është e habitshme se si pra gjithë kjo reform pjesën e reaksionit po e derdh pikërisht në këto bastionet e PS-s, dhe në anën tjetër ty të tregon se kjo ka qenë një reformë e cila është e negociuar. Sepse bazimisht me një pjesë këtyre qyteteve mund të ishin zhduk, fjala vjen edhe
Vaudes, i cili nuk është zhdu nga harta. Ka bashkit vogla në veri të Shqipërisë, cilët mund të ishin zhdu nga harta. Pse nuk janë zhdu nga harta? Sepse në këto bashki është negociu. Është negociu pasi natyrisht rreziku i një përmbysje elektorale apo një reagimi negativ në terma vote ka qenë më i madh. Ndërsa në jug të Shqipërisë është marrë si e mirëqenë që këto rajone do të vazhdojnë akoma këtë ligjërimin e sakrificës, pra do të bartin akoma sakrificën në 91, 96, 97, etj. Dhe mund vetë sakrifikohen në emër të një plani i cili edhe pse i cili nuk duket as racional në mënyrën se si është i organizuar. Natyrisht që këto janë protesta që vinë edhe në vazhdën jo e protestës Tiranës më shumë, po sa do dal aty këtej se vetëm një ashtu, domthonë, një lloj proteste në kuptimin e refuzimit të asaj që është vendosur në qendër, por unë e mirë kuptoj, në atë që qytetarët ngrihen, reagojnë, protestojnë, por ajo që bën përshtypje është ky momenti i djegjes së teserave. Sepse ai rajon aty, ajo bashki, ai territor, ajo popullsi e shef veten të projektuar direkt afër me pushtetin, e ndjen pushtetin, a nuk është çështje thjesht e një dinamike lokale. Atë nuk protestohet thjesht për një dinamik lokale. Është një dinamik lokale ose një ekzigjencë lokale e cila lidhet drejt për drejt me qendrën. Dhe e shef veten të përfaqësuar nëpërmjet bashkisë Poliçanit edhe ekzistencës vet drejt për drejt në qendër. Dhe kjo është ajo që vret më shumë. Pra, ideja jo fort e një njësie lokale, po e të mos qenit prezent, e të mos qenit ndoftë edhe i begenisur nga pushteti. Sepse një pjesë e mirë e elektoratit, sidomos ai që voton për Partinë Socialiste në jug të Shqipërisë, ruajnë akoma të njëjtat dinamikat para luftës së ftohtë. Të njëjtat dinamikat tribale, ku pushteti nuk identifikohet fort me cila është natyra e regjimit. Pra çfarë do na japi regjimi, çfarë do na sjellë në kuptimin jo thjesht të mirave materiale, po e perspektivës zhvillimit shoqëror, por shifet në perspektivën e ruajtjes dhe mbajtjes së pushtetit. I gjithë ligjërimi i segmentit më autentik socialist, në rrjetet sociale, përkundrejt protestës, ishte bezdia e vënies në dyshim të pushtetit. Dhe në qoftë se ne i kthehemi mban mend atë memen e gjallë të një votuese një funksionare të Partisë Socialiste e cila në vitet 2000 në një mbledhje thot as drita as uji nuk duan vetëm që Ilir Meta me Fatos Nanon të bashkohen. Është e njëjta mendësi e cila vijon akoma. Pra, neve mund sakrifikohemi për partinë, por vetëm në rast se partia na begenis. Pra, ne ndjehemi të përfaqësuar. Në këtë moment, ky komunitet ndofta por këtë e them me bindje, e ndjen peshën edhe mungesën e përfaqësimit. Pra në tavolinën e madhe të pushtetit socialist, karrigja e Poliçanit nuk do të jetë më, por do të kaloj direkt nga Berati e jo më drejt për drejt me referentin politik që mund të jetë në qeveri. Ndërkohë, a lidhet kjo me kushtet apo parakushtet që ka krijuar edhe protesta në Tiranë, duke qenë se edhe një nga, le të themi, mund të them organizatorët, po një nga njerëzit që të paktën ranë sy dje ishte një Egla Ceno, një personazh shumë i zëshëm në mbështetje të protestës që po zhvillohet në Tiranë. Tirana është diçka tjetër, sepse fatkeqësisht ka një distancë abisale nga pjesa tjetër e vendit. Në shumë plane.
Dhe ne kemi parë që protesta pati disa shkëndija cilat u përhapën deri diku në disa qytete të Shqipërisë, po me më pak intensitet dhe me kohëzgjatje shumë të shkurtër. Përtej kësaj, duhet me bë një hap prapa dhe me kuptu që mandati 4 i Partisë Socialiste është një mandat i fitum me kompromiset jashtëzakonshme dhe shumë të mëdhaja, të cilat kanë qenë edhe kontradiktore me njëra tjetrën, dhe kontradiktat po i shfaqin pikërisht do t'i shfaqin në kohë. Dhe në mbajmënd mbas zgjedhjeve ose të paktën në gjithë këtë vit, një nga pyetjet më banale dhe më të zakonshme që ka pas në studio televizive ka qenë pse nuk ngrihen shqiptarët. Po, ajo ka qenë Ose cilat mund të jenë, ose dhe pyetja tjetër, mbasi nuk merrte përgjigje për shkak të apatisë etj, gjithë këto faktorët që ne deri para pak protestës i rendisnim. Dhe faktori, dhe se tush pjesa tjetër e pyetjes ishte, a ka ndonjë shans se si mund të kriset maxhoranca? E vetmja mënyrë se si ti mund ta shifje maxhoranca ose ti mund të jepi një perspektivë të krisës maxhoranca duhet ishte kontradikta e brendshme. Kontradikta e brendshme jo fort brenda një partie në raport me identitetin që ka, por në raport me dinamikat e pushtetit që partia ka krijuar nëpërmjet bllaqitjes pafund të komponentëve të ndryshëm, të cilët janë të komponentë ndryshëm të shoqërisë, të cilët janë në kundërshtim me njëri tjetrin, të dallueshëm me njëri tjetrin nga pikpamje sociale, ekonomike, kulturore. Këtu fut brenda për brenda krimin e organizuar, fut absorbimin e elementëve nga Partia Demokratike, fut thellimin e dinamikës klientelare ku se tush mënyra se si pushteti relaton me territorin është nëpërmjet individëve të cilët janë të aftë të mbledhin vota. Po ato vota duhet përkthehen në pozitë publike. Dhe nëse pozita publike është një, për atë pozitë publike mund të konkurrojnë shumë komponentë brenda një partie. Dhe nëse ti votën ja merr një elektorati me perspektivën e një zhvillimi afatgjatë dhe me idenë që ai që të ka votuar duhet bëjë edhe peshën, edhe sakrificën. Në rastin konkret, kjo pesha dhe sakrifica nuk mund të mbahet, dhe po ta kthehemi prapë tek Poliçani, nuk mund të mbahet duke parë që bashki të njëjta në të njëjtat kushte si ti mbjetojnë. Dhe bashkitë të cilat nuk kanë një identitet fort dhe nuk puqen me pushtetin që Partia Socialiste e ka. Dhe kjo sjell kontradiktën. Natyrisht protesta e justifikon, se tush vijimësia e protestës e justifikon edhe procesin e kopimit të dinamikës, të dinamikës së kontestimit publik. Dhe natyrisht që në rast se kemi një individ që ka një pozitë publike i cili e mbështet protestën, ai mund edhe të kthehet shumë mirë, ta përkthejë gjithë logjikën e protestës edhe në dinamikën lokale që ai ka. Dhe këtu do t'i kthehem pak, sepse ti përmende këtë aktoren, por do t'i kthehem pak edhe reagimin që ka pas edhe ish deputetja e Partisë Socialiste Mariana Koçeku, e cila nëse do ta kujtosh, e përktheu protestën si reagim ndaj pamundësisë përfaqësimit dhe detyrimit që ajo kishte në përfaqësimin e komunitetit lokal nga i cili vinte. Pra ky mandat mund të jetë edhe ajo edhe një dinamike pa imagjinueshme në një shoqëri shqiptare, në një shtet post-totalitar shqiptar, i cili lindi dhe vijoi të mbetej i qëndërzuar pavarësisht infrastrukturës lokale, të cilën ja mundson një regjim kushtetues demokratik. Dhe dinamikat lokale këtu kanë qenë deri diku formale. Sot po marrin formë si reagim.
Dakor, pyetja dhe ajo që besoj kanë interese dhe qytetarët dinë është që a duhet ta shikojmë të shkëputur nga protesta në Tiranë apo jo dhe a mendon se nëse protesta doja dalë të mbjetoj edhe këtë vapën e gushtit në shtator do të kemi pamje të tilla të vazhdueshme për shkak se tashmë jemi përballë një krize të thellë ku ka hyrë legitimiteti i kësaj mazhorance. Unë kam përshtypjen që në këto kontekstet lokale kjo protesta mundet që të jetë edhe mund mos jetoj gjatë, sepse me siguri që do të gjenden dinamikat ose do të gjenden fijet për ta shuar. Do të arri pushteti se tush ti qetësoj njerëzit. Do të mundohet t'i japi. Edhe pasi janë djegur. Edhe pasi janë djeg tesërat. Edhe bile akoma dhe më shumë me qenë se janë djeg tesërat, sepse djegjet e tesërave nuk do të thotë që ai komunitet lokal do të bashkohet me një parti tjetër politike ose do ta kërkoj diku tjetër përfaqësimin. Është ndofta një pse kjo që nuk do ta kërkoj diku tjetër? Sepse kjo është refuzim unë nuk e besoj për të përfaqësuar. Sepse në rast se do të mbetej Bashkia e Poliçanit dhe sikurse bashkitë e tjera, unë nuk do të besoj që do të kishte një reagim jo më për strukturën e bashkisë, por për kushtet, për gjendjen apo për nevojat që ka ai komunitet atje. Unë para 2-3 javësh kam qenë në qytetin e Memaliajt, në një të diel të zakonshme Korriku, dhe rastësisht ndalova pranë një ndërtesësh me një park shumë të bukur që ishte spitali i Memaliajt. Një godinë 3-4 katshe, modeste me tulla silikate, ndërtuar në vitet 60-70, e cila ishte reduktuar në një infermieri. Pra, qyteti i Memaliajt, sa do i vogël, me sa do pak banor, do duhet të udhëtonte 20 ca kilometra, nuk e di sa është distanca deri në Tepelen, për të marrë disa shërbime, cilat edhe në Tepelen janë të mangëta dhe duhet shkojë deri në Gjirokastër. Pra, këto janë problemet e mëdhaja që këto qytete i kanë pas dhe do t'i kenë. Qytete si Gramsh me 1 apo 2 mjek, cilët vinë nga Tirana një herë në javë apo 2 herë në javë, janë dhe kanë qenë dhe do të mbeten. Prandaj them që kjo nuk është një protestë. Deri tani edhe në Tiranë nisi për Zvërnecin. Jo, në Tiranë ka pas relevancë shumë të madhe publike. Këtu ka një lloj relevancë lokale. Nëse kjo protestë do të përkthehet dhe do të kthehet në një lëvizje e cila kërkon ndryshimin e modelit të organizimit politik, po. Por për mua kjo është akoma e brëndashkruar në logjikën e organizimit të Partisë Socialiste. Ndërkohë Rama, regjia duhet ta kemë atë foton aty. Por nuk do të mund të kishte ndodhur nëse nuk do kishte qenë protesta në Tiranë. Do të bëj një parantezë të vogël, po ta shohësh aktivizimi politik i disa aktorëve kundër Ramës brenda Partisë Socialiste ka ndodhur ose është intensifikuar me vijimin e protestës. Pra protesta shërben si një katalizator, si një sfond i lëvizjeve të mëdha, të cilat i jepet kuptim përtej se tush atyre problemeve të natyrës personale ose të ngushta që mund të kenë faktorë ndryshëm politik. Regjia, ndërkohë kam atë foton ku Rama, të falenderoj shumë. Rama e deklaron këtë, pse duhet që të arrijë një marrëveshje, ata kanë të drejtë që të protestojnë, është një arritje e madhe për këtë vend të ketë protesta paqësore. Ne jemi zgjedhur me një shumicë madhe dhe kemi një vizion të qartë, ne kemi një kontratë me shumicën e shqiptarëve. Ata mira njerëz që këmbgulin se na duhet largohemi, janë të mirë për shëndetin demokratik të vendit, por ata nuk janë gjendje të imponojnë asgjë. Është një lartëzim parcial dhe debil i asaj çka është demokracia. Pra, ta vesh veten pozitë që të garantosh protesta paqësore, kjo nuk varet nga ty. Varet nga sistemi, pra mënyra e organizimit të regjimit. Në rast se ti mundohesh, ti kufizosh apo ti shtypësh protestat paqësore,
automatikisht ky nuk është një regjim demokratik, por është një regjim autoritar. E dyta është debil leximi sepse kontrata është me të vërtet me 800.000, po ti përfaqëson të gjithë shqiptarët. Në të kundërt, atëherë ato 800.000 të cilët kanë votuar, ndofta të kanë dhënë edhe mandatin për t'i shtyp ato pjesën tjetër që nuk të ka votuar. Dhe prapë këtu nuk jemi në një logjik demokratike. Po. Nuk ka lidhje fare sepse të gjitha gjithçka për cilin kërkojnë apo kërkesat që kanë pas protestuesit kanë lidhje me natyrën e regjimit. Shqipëria nuk është një regjim demokratik. Po rrëshqet dal nga dal në një lloj autokracie e cila nuk ka një horizont të madh kohor ose nuk kërkon t'japi kuptim ekzistencës pranisë vet me një mision të madh historik sikurse ja Erdogani apo Putini apo Orbani në Hungari, por mundohet që ta mbaj veten në pushtet duke ngrënë të gjitha të mirat apo duke shfrytzuar të gjitha resurset e brendshme dhe njëkohësisht duke absorbuar dhe resurse të jashtme që janë para që vinë nga krimi i organizuar. Ky është një lloj autoritarizmi shqiptar, nuk është në një specie shumë banale sepse nuk ka horizont kohor, e kupton që në një moment do duhet ta liroj krahun, po deri në atë moment do të mundohet ta mbaj pushtetin me çfarëdo lloj kushti. Por gjithsesi ajo që thot Rama dhe ajo që ne duhet diskutojmë është qasja me cilën kryeministri po e shikon këtë protest. Pra, qëndrimi i tij është i palëkundur në pozicionin e tij, ndërkohë thot edhe këtë tjetrën që protesta në mënyrën se si po zhvillohet nuk arrin të na imponojë dot asgjë. Protesta nuk mund mos i imponojë gjë në kuptimin e numrave, sepse Rama e kupton ose këta vëzhguesit që shohin nga vrima Chelsea-t, numërojnë njerëzit etj, e konsiderojnë protestën ose e konsiderojnë masën e njerëzve. Në qoftë se Rama mendon që do të jetë masa e njerëzve e cila do ta bindi që t'japi dorëheqjen, ti je i bindur që në rast se krijohet ajo masë njerëzish, Rama dorëheqjen do ta japi nga frika e sigurisë që do të ketë për veten e tij dhe për njerëzit që ka përreth. Sepse në momentin që do të piqet forma për e numrave për ta rrëzuar qeverinë, do të thotë që do të bjerë jo vetëm qeveria, por e gjithë infrastruktura organizative e Partisë Socialiste. Do të jemi pak a shumë, ndofta jo në momentin e 97-s, po do të jemi në momentin e vitit 1992. Dhe ku natyrisht pushteti do të jetë aq i degraduar sa që duhet mendoj se si të gjej një strategji për të dalë i palagur, po jo për të marrë pjesë më në sistemin politik shqiptar. Shansi që protesta po jep për të marrë pjesë në sistem. Faktorët politik që do të nëse ka një lëvizje popullore e cila nëpërmjet masës popullsisë dhe presionit që ushtron arrin ta paralizoj vendin dhe ta reduktoj pushtetin vetëm në pushtet nominal, pra vetëm ku ata që e mbajnë kanë thjesht çelësat e kashtës dhe asgjë më tepër, atëherë kam përshtypjen që nga ajo situatë ata që do të dalin nuk do të kenë as ftyrën, as guximin, as mundësinë për të marrë pjesë në sistemin politik. Ajo që po jep mundësi protesta sot është të japi mundësi me të njëjtat kushte Ramës dhe Partia Socialiste të konkurojë në zgjedhje. Qoftë edhe ti fitoj. Pra, është thjesht kjo protest nuk e ka masën për të arritë deri në atë pikë, por në qoftë se arrin atë pikë,
nuk e ka jo në kuptimin se nuk ka legitimitetin, e ka gjithë legitimitetin e mundshëm, e ka të gjithë peshën dhe forcën e mundshme. Por në mënyrën se si e kërkon Rama që tjetë protesta, që ta bindi atë, do të thotë që Rama të marrë valixhet si Gruevski dhe të largohet nga Shqipëria dhe të mos jetë më as partia të cilën ai përvajson pjesë e sistemit politik shqiptar. Sepse Rama e konsideron dorëheqjen si një disfat politike të pakëthyeshme. Dhe kjo është ajo që e mban se tush edhe me ja mban edhe ja forcon vullnetin për të ndejtë në pushtet. Jemi shumë afër integrimit, se po mos të ishim edhe... Nuk ka rëndësi çështja e integrimit tashmë ka hyrë në një hulli tjetër. Shqipëria të jap me 1% me sigurinë absolute që edhe sikur Shqipëria të ishte integruar në Bashkimin Evropian në vitin para 2-3 vjetësh, rasti do kishte qenë kjo protestë do të kishte ndodhur. Mua më bën shumë përshtypje që se thosh ankthi, Shqipëria ka pas 2 ankthe post tranzit, se thosh post regjimore, pas vitit 91. E para ka qenë ankthi i sigurisë, i cili u zgjidh me aderimin në NATO, dhe dyta ka qenë ankthi i një stabiliteti socioekonomik i cili do duhet zgjidhej me integrimin në Bashkimin Evropian. Por ky ankthi i dytë, i cili është më pak serioz se sa i pari, është munduar të shitet si më tepër si një lloj mburoje, poshtë cilës klasa politike shqiptare të vepronte me atë aksionën anglosaksone business as usual. Pra, të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, por të sillemi si pjesë e një tradite politike të cilën e kemi konsoliduar tashmë. Dhe këtë lloj sjellje e kemi parë deri diku edhe në Bullgari, edhe në Rumani. Por edhe në Bullgari, edhe në Rumani, por edhe në Hungari. Po lëmë Hungarinë më njësë është një situatë tjetër. A kemi pas protesta, rrëzimi qeverish në Bullgari dhe në Rumani? Po. Pra, edhe sikur ne të ishim pjesë e Bashkimit Evropian, kjo protestë do kishte ndodhur. Sepse pretendimet që ka kjo protestë nuk zgjidhen dot nga aderimi nesër në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, krejt sot protestuesit kanë shkuar edhe në SPAK, në kuptimin e inkurajimit për që ata të vazhdojnë punën e tyre, po sot janë shpallur, le të themi, deri diku Balluku është thirrur dhe janë shpallur dhe akuzat e reja për Ballukun, SPAK ka kërkuar dhe 3 muaj hetime. Si mendon se fjala vjen një kërkesë e re për Ballukun do ta dobësonte më tej situatën e Ramës? Po, situata e Ramës tashmë është e komplikuar. Anija socialiste ka filluar të fusi ujë. Në kuptimin e asaj që zërat e brendshëm ose zërat kritik janë edhe po shfaqen. Ndofta jo në zgjidhje, në kërkesë në mundësi për zgjidh halle natyrës personale, po prap janë aty. Në të gjithë banalitetin e reagimeve socialiste, Erion Braçi është bërë edhe më i zëshëm se sa që ka qenë më parë, qoftë në mbështetje po dhe në kritikat e modelit socialist. Të tjerë brenda partisë ka. Belinda Balluku nuk është gjë tjetër veç se i ve socialistët përballë, se majoranca socialiste e ve përballë një fakti shumë të madh që me hikjen e saj se tush zhduket edhe një pjesë apo tretet e një pjesë e madhe e bllokut të deputetëve që Belinda Balluku kontrollon. Dhe dashje pa dashje Balluku dhe një tension midis socialistëve edhe rilindasve brenda Jo. Balluku
është kryekput produkt i logjikave klientelare, nuk ka lidhje me rilindasit apo jo rilindasit. Po të shohësh edhe përfaqësimin e deputetëve që ka zgjedh në qarkun e Fierit, kanë qenë deputet që vinë edhe nga zona, pra nuk janë të katapultuar nga Tirana. Në Tiranë, një pjesë e ministrave që ka zgjedhur vinë nga entouragji i saj, po janë edhe teknik. Nuk kanë lidhje, janë politik. Nuk janë politik. Pra, si tush Ballukut i është lënë për shkak të kapacitetit që ka për të mbledh vota, një hapësirë gjigande brenda Partisë Socialiste, cilën ajo e menaxhon. Në momentin që bie, Balluku hapet një horizont, hapet një grop e madhe brenda Partisë Socialiste, e cila natyrisht që duhet të mbushet. Mënyra se si do mbushet vlen për të diskutuar, sepse nëse le të themi deri para protestës ose në zgjedhjet e kaluara mundet edhe që kjo gropa e madhe të mbushet, sepse majoranca ka pasur humbje të komponentëve të saj, por nuk ka pasur firo në vota. Sot është e pamundur, ose e vështirë, sepse nuk do ketë mundësi as njëri, as kapacitetin financiar, po as mundësin për të përdorur të njëjtat modalitete. Cilat janë modalitetet? Blerja votës, nderet, aspektet e natyrës klientelare, favoritizmi e kështu me radhë. Dhe kush do ketë guximin që sot, pra nëse zgjedhjet e kaluara kanë qenë shumë të vështira për Partinë Socialiste për të ruajtur rezultatin e tjerë, jo për ta ruajtur rezultatin, po për të marrë një rezultat i cili ka mbledh, se dush ka gryer të gjithë mbeturinat e mëdha të kazanit votave, dhe i ka bërë bashk. Ka krijuar një Frankenstein, një majorancë Frankenstein, e cila nuk ka as kuptim, nuk ka as erë, nuk ka as karakter. Nuk ka as dinjitet, as karakter, as gjë. E cila natyrisht po t'i përdoret të njëjtat mekanizma, do ta ketë shumë të vështirë. Unë nuk e besoj që nesër do të ketë guxim në njëri në qarkun e Elbasanit ose Durrësit paraqes kandidat të panjohur dhe t'i votoj me ato që quhen votat e krimit. Do tutet dikush. Po jo, në kushtet e reja po. Në kushtet e reja po. Dhe prandaj po them që rënja e Belinda Ballukut është jo vetëm rënja e një modeli, por do të jetë e vështirë për tu zëvendësuar. A do të jetë një goditje për numrat në parlament? Kësaj mazhorance, a mundet që spak në përmjet një goditjet Ballukut sepse marrëdhënia krijon një krizë parlamentare? Belinda Ballukut, do më kujtosh emrin e ish kryetarit kufond Gramoz Ruçi. Po. Belinda Ballukut nuk është Gramoz Ruçi, ku vota klientelare përkon me votën identitare. Belinda Ballukut është një burokrate e cila ka ditur me ndihmën e pushtetit dhe me ndihmën e Ramës të shtrijë dhe të krijojë një rrjet klientelar, i cili nuk përkthehet në mbështetje përfaqësim politik. Pak ta shpjegoj. Një pushtet klientelar i cili natyrisht që përkthehet në vot, por kjo vot jo detyrimisht është identitet. Dhe ti mund të kesh, nëse ti se thosh e çon analizën brenda parlamentit, se kjo të intereson për momentin, jo votuesi, sepse siç thotë Rama, votimet mbahen çdo 4 vjet. Kjo po. Grupi i Belinda Ballukut, i deputetëve, do mbijetoj për duke pas parasysh interesin personal, sepse sa nga ato njerëz të Belinda Ballukut do të jenë nesër kandidat për deputet. Unë ta garantoj që pjesa më e madhe do të tretet dhe do zhduket nga parlamenti dhe nuk t'i shohim në parlament. Pra imagjino që interesi është personal. Dhe këta njerëz do të mundohen që të bëhen pjesë e majorancës në momentin që do të shohin kur Belinda Ballukut është Nëse është kështu, Klejt, për herë të parë Rama theu një standard në raport me mbrojtjen që i dha një prej njerëzve të tij,
sepse gjithë tjerët ndërkohë i shitin. Për herë të parë, Rama doli përballë SPAK dhe i doli në mbrojtje Belinda Ballukut. Pyetja është që se ajo që interpretojnë komentatorë politik e lidhin me faktin që Belinda është aq e fuqishme sa që Rama është i detyruar ta mbrojë për shkak se nëse nuk e mbron, ka fuqinë e kjo do të shantazhit. krijonte fuqinë e shantazhit apo të numrave në parlament? Jo, fuqinë e shantazhit. Fuqinë e shantazhit personal mbi fatin politik dhe penal të kryeministrit. Absolutisht nuk besoj, sepse nuk bën sens politik. Rama është përpjekur dhe është treguar shumë i aftë që të mos lejojë ndërtimin e feudeve personale. Taulant Ballën e ka lëvizur nga qarku i Elbasanit? Po. Belinda Balluku, Dibër, Fier, Po, kjo është e vërtet. Elisa Spiropalin në Shkodër. Dhe natyrisht që Rama ka vlerësuar kapacitetin që kanë pas secili nga këto individ për t'ju përshtatur rrethanave dhe për të prodhuar rezultat politik. Por ky rezultat politik gjithmonë varet nga infrastruktura që krijon Rama. Asnjë nga këto personazhe nuk ka infrastrukturë të mëvetshme, nuk ka infrastrukturën politike që ka pasur vjen. Gramoz Ruçi në zonën e Tepelenës apo të Labërisë. Asnjë nga këto nuk e ka pas dhe unë nuk e besoj që një pjesë e këtyre deputetëve, bile unë ka më shumë besim që deputetët që mund të kenë më tepër zënë parlament sot, të jenë ata që e ndjejnë më afër përfaqësimin e zonave nga të cilat vinë, dhe të cilët përballen me kërkesa, sepse unë nuk besoj që deputetët që ka vënë Belinda Balluku, Zeqi Nena, po një djalë tjetër, Erio Mili, që është 24 vjeç, të kemë peshë politike në rajonin si Fieri. E qartë. Dhe për këtë arsye besoj që Rama mund ta ketë më të vështirë me personazhe si Bledi Çuçi apo Erion Braçe apo ndonjë deputet vjetër në parlament i cili ka dhe një farë bare përfaqësimi politik, sesa që mund ta ketë me grupin e Belinda Balluku, i cili e ka me veten sido që të shkojë situata. E ka jo politik po thua. Absolutisht. Klejt, faktorin ndërkombëtar, si e shikon në raport me këto zhvillime që po ndodhin në Shqipëri? Faktorin ndërkombëtar e shoh shumë jo të përfshirë. Çuditërisht duket sikur që nga periudha e përfundimit të reformës në drejtësi, ndoshta largimi i urikimit nga ambasada nga kryesia ambasadës amerikane si ambasadore dhe i ndonjë funksionari tjetër të Bashkimit Evropian, duket sikur i ka stepur ose sikur është arrit një objektiv madhor dhe në fakt reforma në drejtësi në Shqipëri u propagandua si një nga arritjet madhore, si një instrument. Donald Lu, Romana Vllauti, Yuri Kim. Si një instrument i cili u implementua në një vend si puna e Shqipërisë dhe që pati sukses dhe që mund shërbente si një eksperiment i cili mund të implementojë në një vend tjetër. Po eksperimenti dështoi me sukses. Dje po dëgjoja një podcast mbi operacionet ushtarake të CIA-s dhe të shërbimeve britanike në vitet 50 në Shqipëri. Dhe ideja së kohe ishte që Shqipëria është një vend i vogël, i varfër dhe që mund të eksperimentojë përmbysje një regjimi komunist. Por eksperimenti dështoi me sukses. Dhe më duket sikur edhe me reformën drejtësi u dështua me sukses. Dhe me sa duket mbas këtij dështimi me sukses, le të themi, ose gjysmë dështimi me sukses ose pa në një farë shpresë të madhe, duket se faktori ndërkombëtar ka vendosur që të qëndrojë në heshtje. Natyrisht që në protest ka pas përfaqësues të ambasadave të ndryshme, të cilat janë aty thjesht sepse raportojnë në ministritë përkatëse ngjarjet e zakonshme, pra
ndërtojnë një raport mujor, javor, nuk e di se si e kanë. Por reagimin apo mos reagimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk ka një kokë. Mungesë e ambasadorit nuk ka një kokë. Në të gjitha momentet, unë mbaj mend edhe para se të vinte Yuri Kim, ka pas një intermezzo të shkurtër, ka qenë një ngarkuar me punë. Po. Dhe funksioni saj ka qenë shumë i kufizuar. Po. Dhe natyrisht që ambasada gjeti peshën edhe rolin e saj në hapësirën politike shqiptare vetëm me ardhjen e ambasadores. Dhe unë besoj që kjo mund të jetë dhe kjo është pengesa. Megjithatë, kam përshtypjen që administrata amerikane që me ardhjen e Donald Trumpit për herë dytë në presidencë nuk e kam pas si objektiv kryesor ruajtjen apo se thosh favorizimin e demokracisë edhe në këto vende që janë në kriza politike apo ku regjimet japin kanë premisa për të kthyer në apo transformuar regjime autoritare. Kret, një pyetje të fundit, nuk e di, domethënë mund zgjedhësh ti përgjigjesh ose jo, po si e vlerësove këtë se ka hapur një debat të madh kjo konsullata e ambasadës serbe në Shkodër? Jam me shumë kritik, duke pas parasysh që fatkeqësisht ne shqiptarët jemi pak të prirur që të analizojmë aspektet simbolike të mënyrës se si faktor ndërkombëtar pozicionohen në territorin shqiptar. E kemi shumë të vështirë, ndofta regjimi komunist ka qenë shumë herë më i ndjeshëm, por regjimet post-demokratike janë, edhe regjimi i Zogut ka qenë shumë i ndjeshëm, por fatkeqësisht ky regjim demokratik i cili nuk e ka një lloj horizonti historik në kokë, nuk e di çfarë është e shkuara, nuk e di se si ta projektoj të shkuarën drejtardhmes, si të sillet me mënyrën se si veprojnë aktorë të huaj. Dhe këtu nuk e kam fjalën vetëm tek konsullata, po me një sër aspektesh natyrës simbolike, të cilat i mbivendosen apo i imponohen shtetit shqiptar dhe për cilat shteti shqiptar nuk ka asnjë lloj përgjigje. Natyrisht që Shkodra simbolikisht është një lloj premtimi i pambajtur ose i pakryer, i synimeve të Malit Zi në luftën e parë ballkanike. Natyrisht që Shkodra ka qenë edhe një lloj simboli i tërheqjes së serbëve në vitin 1914-15 gjatë luftës parabotërore. Natyrisht ishte vendi në cilin serbët pas luftës parabotërore kërkonin ndërtonin varrezat ushtarake, të cilat nuk i arritën t'i bënin, po prap. Dhe është shumë interesante sepse në një nga debatet që kanë pas konsullata së kohë në Shkodër me qeverinë shqiptare, ishte justifikimi i ndërtimit të varrezave me idenë që ata që kishin rënë në Shqipëri në 1912, jo në luftën e parë, kishin ardhur këtu për të çliruar Shqipërinë nga sundimi osman. Dhe e shoh me shumë dyshim, e shoh si një lloj të pisët që edhe Beogradi ofron diplomacisë shqiptare e cila është ose e paaft, ose totalisht e dizinteresuar dhe infantile në leximin e gjithë kësaj narrative, qoftë simbolike, qoftë edhe praktike. Sepse natyrisht që në Shkodër ajo konsullat do të ketë në një aktivitet shumë banal. Por gjurma simbolike do të jetë shumë e fortë. Dhe Shkodra mund të bëhet edhe një terren, komuniteti i vogël i Malit Zi mund të bëhet edhe një terren konflikti me Serbisë dhe Malit Zi, sikurse ka ndodhur me atë Maqedonet dhe me atë Bullgar me konfliktin mes Maqedonisë dhe Bullgarisë në Shqipëri, cilin edhe atë qeveria shqiptare nuk diti ta lexoj. Por ndofta ai lloj konflikti edhe deri diku i shërbente, por ky sipër me nëse mund të krijohet mes Malit Zi dhe Serbisë për minoritetin, mund të jetë problematik për Shqipërinë. Krejt falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Në këtë pjesë të emisionit është
bashkuar me mua politologu Melazim Koci nga Prishtina. Zoti Koci, kënaqësi që ju kam, si gjithmonë. Përshëndetje, Red, faleminderit për ftesën. Situata në lindjen e mesme është arsyeja pse të kam ftuar sot zoti Koci. Për herë të parë ka patur një zhvendosje strategjike në kuptimin e mënyrës se si deri tani janë kryer, le të themi, është kryer kjo lufta midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit. Për herë të parë kemi një sulm nga ato sulme që konsiderohen se preemptive strikes nga ana e Iranit në këtë rast, sepse gjatë gjithë kohës Irani ka qenë ai që ka reaguar në raport me sulmet e Shtetit Bashkuar të Amerikës apo Izraelit. Si po i lexon këto zhvillime? Tani, ajo që mendoj se është për të potencuar në këtë moment ishte aksioni i pardjeshëm i Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite i përbashkët kundër milicisë shite pro-iraniane në Irak. Ishte hera parë e një aksioni të përbashkët të Shteteve të Bashkuara me njërin nga aleatët në Gjirin Persik. Po, me Arabinë Saudite. Kjo sinjalizon një strategji të re, sinjalizon një qasje të re të Shteteve të Bashkuara në raport me aleatët në Gjirin Persik. Ka pasur droj në mesin e aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, nëse Shtetet e Bashkuara mund t'i mbrojnë në çdo çast dhe në çdo rast. Dhe kjo ka luhatur besimin e tyre të Shtetet e Bashkuara. Por ky sulm që është bërë parmbrëm ka ndryshuar, besoj unë, shumë çka atje dhe sinjalizon një çastje dhe strategji të re të Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme. Cila është ajo? Mendoj se nëse kësaj i shtohet edhe fuqizimi i Arabisë Saudite me potenciale bërthamore tash për tash civile, por që nuk përjashtohet më vonë edhe nukleare, do të thotë, mendoj se ka për qëllim krijimin e një baraspeshe në lindjen e mesme ndërmjet 4 fuqive, ndërmjet Izraelit, Arabisë Saudite, Turqisë dhe një Irani të nesërm me një regjim të demokratizuar. Sepse herët avon, unë jam i sigur që në Iran do të ketë ndryshim të regjimit dhe këtë e fuqizon edhe qëndrimi shumë i moderuar i Turqisë. Tash sa kohë, presidenti Trump lëvdron shumë rolin e shumë të moderuar të Erdoganit, e pohon botërisht që i ka kërkuar që të përmbahet, mos të ndërlikohet në luftën e Iranit dhe Erdogan i është përmbajtur kësaj kërkeset të Washingtonit. Mendoj që jemi rreth drejt një tentimi të Shteteve të Bashkuara për të krijuar baraspesh ndërmjet Izraelit, Arabisë Saudite, Turqisë, por edhe Iranit, një Irani pro-amerikan, pas 6 muajsh, 6 vitesh, nuk di ta them. Dhe në këtë formë, Shtetet e Bashkuara do të arrinin që përmes këtyre 4 aleatëve, 3 të tashëm dhe një potencial, të dominojnë lindjen e mesme dhe pikën qendrore të asaj që në geopolitik quhet Rimland. Pra, që fillon nga Evropa perëndimore dhe lindore, kalon në mesdhe lindjen e mesme, në Azinë jugore dhe Azinë lindore. Fuqia që kontrollon këtë hapësirë, pra Rimland në geopolitik quhet kjo hapësirë, është superfuqi botërore, sepse kontrollon rrugët ujore, detare, tregtare. Dhe unë mendoj që esenca e luftës në Iran, sidomos, por edhe në Ukrainë, por sidomos në Iran, është kjo, do të thotë. Fuqizimi i këtyre 4 fuqive, kur e them këtë mund të tingëlloj çuditshëm ta zëm kur këtu e fus Iranin, sepse janë në luftë. Por unë këtë e shpjegoj edhe me një fakt. Irani nuk është duke u bombarduar fuqishëm sepse kursehet nga Shtetet e Bashkuara, sepse e duan si aleat. Nuk e duan si kundërshtar, nuk e duan si armik, e duan si aleat, dhe nuk kanë përse ta shkatërrojnë, sepse antagonizojnë popullatën,
krijojnë kohezion brenda popullatës iraniane kundër tyre, nëse do të bombardonin masovikisht, dhe unë kështu i shpjegoj bombardimet bukur të moderuara të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit. Dhe mendoj që objektivi i tyre i fundit, qoftë me presione ekonomike, qoftë me bombardimet kufizume, qoftë me ndonjë ndërhyrje të kufizuar ushtarake me disa mijëra trupa të zëm në ishullin Karg, prej nga eksportohen 90% e naftës së Iranit, këto veprime i shoh si përpjekje e Amerikës jo për të shkatruar Iranin, por vetëm për të përmbysur regjimin, për ta dobësuar ekonomikisht, që të ketë ndryshime në Iran, të ketë rebelim të brendshëm, dhe që Irani gradualisht të shndrohet në aleat të Shteteve të Bashkuara të Amerikës bashkë me Arabinë Saudite, Turqinë dhe Iranin, dhe këto katër fuqi do të bënin një baraspesh, do të stabilizonin lindjen e mesme dhe si aleat të Shteteve të Bashkuara do ta bënin Amerikën forcën dominuese në atë pjesë të botës. Sfide vështirë, turqit, hebrejt, arabët, persët. Është sfidë shumë e vështirë që tani duket më shumë iluzion duket, por jemi në rrafshin politik, ku interesat megjithatë janë në plan të parë. Dhe unë mendoj se ne një lindje mesme të dizajnuar në këtë formë do ta shohim pas disa vitesh. Ndërkohë, Netanyahu ka kryer sërish një vizitë tjetër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila ka zgjatur 90 minuta. Çfarë mendon se është diskutuar dhe çfarë mendon se mund të prodhojë kjo vizitë, sa kohë që sa herë Netanyahu ka shkuar së fundmi atje në Washington, kemi parë më pas sulme dhe operacione luftarake në rajon. Tani këtu kemi një situatë paradoksale. Sondazhet e fundit në Izrael tregojnë që në zgjedhjet e 27 tetorit, favorit nuk është Netanyahu. Favorit është Gadi Eisenkot, që paradoksalisht është më ekstremist se Netanyahu. Është më ekstremist, ka humbur djalin, i ka vdekur djali dhe 2 nipër në luftimet në Gaza, por ky nuk është motivi vetëm i ekstremizmit të tij. Ai është për ballafaqim frontal me Iranin, kërkon që të luftohet Hezbollahu jo vetëm në kufinjet e Libanit, në pjesën jugore të Libanit ose në bregun perëndimor, por të ndiqet deri në Beirut dhe thash pak më parë, është për një konfrontim, ballafaqim total me Iranin. Është shumë më ekstremist se Netanyahu dhe aktualisht spaku në këtë çast prin bindshëm në 9 pikë para Netanyahut. Unë mendoj se Netanyahu ka këtë hall në këtë çast. Prandaj një nga motivet mund të jetë ky i takimit me zotin Trump. Edhe Trump ka këtë hall gjithashtu, sepse edhe atje sondazhet e fundit tregojnë që në zgjedhjet e 3 nëntorit për dhomën përfaqësuese dhe Senatin e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, favorit aktualisht janë demokratët. Nëse ndodh që të fitojnë demokratët, presidenti Trump në 2 vitet e mbetura do të ishte president me duar të lidhura dhe i kurzuar komplet nga Kongresi. Mendoj se këto janë hallet që kanë bashkuar në këtë çast presidentin Trump dhe kryeministrin Netanyahu. Duket se asnjërit, as tjetrit sondazhet nuk u shkojnë për shtathi. Pra ka qenë në vazhdën e një takimi elektoral, po thoni, apo jo, zoti Koci? Nuk e përjashtoj mundësinë, sepse zgjedhjet në Izrael janë shumë afër janë edhe ato në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nëse do të jetësohet ky ndryshim, pra nëse Gadi Eisenkot fiton në zgjedhjet në Izrael, pra do të kemi një rrymë shumë radikale, po them paradoksalisht. Sepse nuk është pritur kjo, është pritur që në Izrael të fitojë një rrymë tjetër, më pak radikale se Netanyahu. Nuk i di shkaqet pse është në avantazh Gadi Eisenkot.
Dhe nëse gjithashtu demokratët fitojnë dhomën përfaqësuese dhe kongresin, do të kemi dinamika krejtësisht tjera, dhe cilat të paralajmërojnë mundësinë që të kemi luftë unë tani nuk e di nëse do të ndodhë ashtu siç thot Eisenkot, luftë frontale me Izraelin, por pa pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse besoj që demokratët nuk do të lejojnë Trumpin që të futet në një avanturë të tillë. Pra do të kemi një situatë tjetër, do të kemi një Izrael shumë më agresiv se deri tani dhe një Amerikë më të moderuar dhe me një president që do të jetë i kurzuar nga Kongresi dhe nuk do të mund të bëjë çfarë të dojë dhe kur të dojë. Ndërkohë, një zhvillim tjetër po në Washington ka ndodhur zoti Koci, lidhet me vizitën e Zelenskit në Shtëpinë e Bardhë, ku është konsideruar një ngjarje shumë e rëndësishme në kuptimin strategjik të gjës, dhënia e licencës për ndërtimin e raketave Patriot. Pra, si e vlerëson këtë në atë raportin e deritanishëm që Trump ka pasur me luftën në Ukrainë? Pra, si zhvillim në raport me luftën në Ukrainë? Tani, këta 2 muajt e fundit në Ukrainë ka ndodhur një ndryshim radikal. Ukraina aktualisht prind në botë, ka bërë revolucion sa i përket dronëve, teknologjisë të dronëve, normalisht mendimin e perëndimit, në cilët është inkorporuar brezi fundit i inteligjencës artificiale. Kjo bashkë me patriotët potencialisht do ta fuqizojnë shumë Ukrainën, dhe jo vetëm që Moska do ta ketë vështirë të vazhdojë këtë luftë, po nuk e përjashtoj mundësinë që edhe do të tërhiqen, që deri vonë është dukur diçka e pamundur. Tazë mbrëm kam lexuar një intervistë të pronarit të një kompanisë më të madhe në Ukrainë që prodhon dron, quhet Fairpoint, ndërkaq ai është mbi emrin e tij është Tillerman. Ai thotë se Ukraina, krahas patriotëve në të ardhmen, shumë shpejt, jo më larg se në vjesht, do të disponojë dronët që i quhen FP1, dhe të cilët do të kenë goditje deri në 3400 kilometra. Me peshë, që mund bartin peshë 60 kg. Dhe dronë tjerë FP2 me objektiv 700 km, por me 200 kg peshë. Nëse kjo realizohet, dhe unë besoj që ai është, për faktin që është një nga njerëzit kryesor në rreth dronëve, nuk besoj se e vë kredibilitetin e vet me deklarata jo serioze. Ai mbrëm tha që përndryshe, ta them edhe këtë, Ukraina prodhon brenda vitit 5 deri 6 milion dronë. Për ta bëjë një krahasim, Amerika prodhon vetëm 1.100.000 dronë, Ukraina vetëm prodhon 5 deri 6 milion dronë. Ai mbrëm në fakt ju drejtua banorëve të Rusisë me një sinjalizim, kisha për të kërcënim, dhe do ta citoj për të mos devijuar asgjë nga ai deklarimi i tij. Pra është shefi i kompanisë Fairpoint, kompanisë kryesore të dronëve në Ukrainë. Ai deklaroi pikërisht kështu: këtë vjeshtë do godasim Moskën jo vetëm me dronë, por edhe me raketa balistike. Rusë, braktisni vendin dhe tërhiqeni paratën nga bankat. Vendi juaj është në rrezik. E ardhmja juaj nuk është e mirë. Pra, përfundova citatin. Unë besoj në kredibilitetin e deklaratës së tij, sepse është njeriu kryesor, ideatori kryesor i inovacioneve sa i përket dronëve, dhe dhe përputhet edhe me ofertën për patriotët. Kombinimi i sistemit patriot me këta dronë dhe me këtë fuqishëm, me objektiv kaq të largët, do të japin Ukrainës e përsi të jashtëzakonshme. Ditëve të fundit,
është hetuar që pos rafinerive ushtria ukrainase ka filluar të godas edhe një rjet furnizues për konsum, si që është Amazonit azëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të pengoj furnizimin me ushqime të rusëve. Pra, në këtë moment, deri para 6 muajve, rusët nuk kanë ditur që është lufta, nuk e kanë hetuar asnjë pasojë të luftës. Sot, ata presin e pompat e benzinës për benzinë, presin për ushqim, dhe këto radhë do të bëhen gjithnjë më të gjata, dhe presin para bankave për të tërhequr para sepse nuk ka likuiditet. Bankat në Rusi japin shenjat të mungesës së likuiditetit. Pra, kemi një pamje krejt tjetër dhe normalisht që pozicioni i Zelenskit këto ditë në Washington ishte shumë i fuqishëm edhe pritja ishte e tillë. Nuk ishte pritje para 2 vitesh kur praktikisht u dëbua nga shtëpia e bardhë, kësaj radhe u prit me nderime, u prit me respekt, sepse shumë kush aktualisht paralelisht ndihmës që jepet Ukrainës dërgohen edhe ushtarak për të mësuar nga ukrainasit për metodat më të reja të luftës, sidomos me dronë. Ndërkohë, kjo është nga pikpamja teknike, nga pikpamja strategjike, a shënon kjo një zhvendosje të madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës tashmë në këtë konflikt dhe një, po themi, prishje të asaj marrëveshjes arritur në Anchorage në Alaska midis presidentit Trump dhe Putin, të paktën këtë pretendon Lavrov shpesh në deklaratat e tij. Lavrov ka thënë që amerikanët nuk janë duke u përmbajtur marrëveshjes së Alaskës, por Rubio i është përgjigjur menjëherë që në Alaskë nuk ka pasur marrëveshje. Tani cila është e vërteta unë nuk e di, nuk mund ta di, por është evidente që amerikanët nuk janë të gatshëm të pranojnë atë marrëveshje që aktualisht e ofrojnë rusët, dhe kjo është krejtësisht normale, sepse nuk është më kjo Ukraina para një viti. Kjo është një Ukrainë tjetër tani, e cila është në ofanzivë sa i përket teknologjive të reja. Nuk është ajo Ukraina që nuk ka karta. Absolutisht, absolutisht. Dhe edhe në bindjen time, këtë luftë, po dhe luftrat e ardhshme, nuk do të fitohen nga as raketat, as nga ushtarët, as nga tanket, por nga ideatorët e teknologjive të reja dhe të inteligjencës artificiale. Dhe gjithata kanë selit në Shtetet e Bashkuara. Nvidia, Microsoft, Apple, Broadcom, gjitha këto të udhëhequra nga Tim Cook, Elon Musk dhe të tjerë, janë pris në rrafshin e inteligjencës artificiale, dua të sjell një detaj që ka të bëj pra me inteligjencën artificiale dhe ndikimin e saj në luftrat sot dhe nesër. Kur pat fillu konflikti ndërmjet kur bëri agresion Rusia në Ukrainë, 10 ditë më vonë në CNN doli Leon Panetta. Leon Panetta ka qenë ish shefi CIA-s. Edhe nga një gazetare u pyet se çfarë do të bëjnë Shtetet e Bashkuara nëse rusët përdorin armatime bërthamore. Përgjigjja e Panettës ishte shumë e shkurtër. Ai tha kështu: në çastin që udhëheqja ruse merr vendim për të goditur këdo me armë bërthamore, në çast udhëheqja ruse është e asgjësuar. Çdo të thotë kjo, inteligjenca atyre artificiale ka dëpërtuar në çdo pore të Kremlinit dhe të Pekinit, dhe përmes inteligjencës artificiale ata në çdo moment kanë në tavolinat e tyre vendimet e tyre dhe aftësinë për të reaguar aty për aty. Në këtë kuptim e thash që luftrat e ardhshme nuk do të fitohen me tanke dhe me raketa, por përmes arrituratve të fundit inteligjencës artificiale dhe teknologjive të reja. Dhe aty amerikanët janë superior, janë shumë largë. Ka rrëfime kohëve të fundit për gjoja avancime në Kinë. Kina ka avancuar në këtë rrafsh, por
është spaku për një gjeneratë prapa Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zoti Koci, të falenderoj shumë që të pata. Faleminderit për ftesën. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natën e mirë.